Sipas burimeve të cituara nga The Sun, janë përgatitur skenar ushtarak që parashikojnë një ndërhyrje të marinsave amerikan për të goditur pozicionet ishullore strategjike të Iranit dhe për të hapur ngushticën e Hormuzit. Edhe pse këta ishuj janë të vegjël nëpër masa, ata kanë një rol kyç pasi ndikojnë drejt për drejt në rrjedhën globale të tregtisë së naftës. Marrja nën kontroll e këtyre pikave do të dobësonte ndjeshëm ndikimin e Teheranit mbi një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë. Gjatë bitëve të fundit, SBA ka ndërmarrë sulme ajrore ndaj objektivave iraniane pranë kësaj rruge detare, duke përdorur helikopter Apache dhe avion luftarak. Gjithashtu, bombardues strategjik B-2 kanë goditur objekte të lidhura me gardën revolucionare në disa ishuj si Larak, Kish, Qeshm dhe Abu Musa, duke synuar bunkera raketash dhe baza të fshehta. Në këto operacione, janë përdorur bomba të rënda depërtuese për të shkatruar objektiva nëntoksor. Sipas komandantit të CENTCOM, admirali Brett Cooper, synimi është të kufizohet aftësia e Iranit për të ushtruar kontroll dhe për të penguar lëvizjen e anijeve në ngushticën e Hormuzit. Megjithatë, për të arritur një rezultat përfundimtar, mund të kërkohet edhe ndërhyrje toksore. Një njësi prej rreth 2200 marinshash është zhvendosur drejt gjirit persik dhe është trajnuar për operacione të shpejta në terene ishullore. Plani parashikon që këto forca të marrin nën kontroll zonat ku ndodhen raketa dhe dron. Transporti i trupave pritet të realizohet me avion V-22 Osprey nga anija amfibe USS Tripoli, ndërsa mbështetja ajrore do të sigurohet nga avionët F-35. Paralelisht, sisteme raketore HIMARS dhe baza në Oman mund të përdoren për goditje në distancë.